që të kthehem përsëri në Shqipëri dhe është një kënaqësi që ta filloj turneun tim vjetor të Ballkanit Perëndimor këtu në Tiranë. Mesazhi im I parë është mjaft I qartë. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë një rrugë shumë të gjatë, keni bërë progres, por unë tani dua të theksoj që është një progres I mrekullueshëm, një shpejtësi rekord dhe një përshpejtim shumë të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 grup kapitujt janë tashmë të hapura, ne planifikojmë që të hapim të fundin këtë vjesht dhe unë e di edhe përpjekjen tuaj personale, zoti kryeminist, edhe ju dhe të ekipit tuaj që keni investuar në këtë udhëtim. Qëllimi juaj është që të mbyllni negociata deri në vitin 2027. Kjo në fakt është ambicioze, por ne na pëlqen ambicia. Dhe dëshiroj t'ju siguroj që ne jemi të gatshëm, do t'jemi me ju në çdo hap të vetëm të kësaj rruge, sepse me momenti gjeopolitik është tani këtu. Agresioni I Rusisë kundër Ukrainës ka riformësuar kontinentin tonë dhe çdo komb evropian duhet të zgjedh vendin e tij. Dhe gjithashtu Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj mjaft të qartë. Ju jeni plotësisht në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe së bashku ne veprojmë si një. Kjo nuk që të afrohemi Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë vetëm për politikat, por ka të bëjë edhe për një biznes të zgjuar dhe këtë do ta diskutojmë sot në konferencën e investimeve më vonë sot. Dhe në të vërtetë, 2 vjet më parë ne lançuam planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe parimi I këtij është mjaft I qartë. Ekonomia juaj ka fituar akses në tregun tonë të përbashkët dhe në investime të reja të BE-s. Dhe në këmbim ju zbatoni reforma kyçe. Dhe kjo është se si ne marrim një situatë shumë të mirë në Ballkanin Perëndimor dhe në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Pra, dyart e sektorit të tregut të vetëm janë të hapura kompanive tuaja, por edhe për kompanitë tona, sepse kemi një treg të tërë të gjerë të përbashkët. Pra është një situatë win-win. Dhe plani I rritjes në fakt potenciali I tij ka potencialin që të dyfishojë ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë dekadë. Ne shikojmë që tashmë ka filluar të japi rezultatet e saj, dua të jap 3 shembuj koncize. Shembulli I parë që ju keni bërë një progres shumë të fortë në reformat kyçe. Në sajt të kësaj unë jam shumë e kënaqur që të them dhënien e 100 milion eurove dhe tani kemi për ta zbatuar këtë plan dhe tani që jemi në rrugën e duhur, kjo është rruga për që Shqipëria të aksesojë të gjithë fondin në bazë të planit të rritjes. Ka rreth 1 miliard euro, afërsisht 1 miliard euro. E dyti është në fakt fusha e pagesave të euros së vetme dhe më kujtohet 2 vite më parë kur ne folëm që Shqipëria do të bëhej pjesë e SEP, sistemit të pagesave. Në atë kohë, kjo dukej si në fakt një projekt mjaft ambicioz dhe mjaft sfidues, por 2 vite më parë ju e realizuat atë, bë që të ndodhi ky veprim. Që prej vitit të javës së kaluar, transferimet e parave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian janë shumë më të sigurta dhe shumë më të lira. Pra kjo është një avantazh shumë I madh për qytetarët dhe kompanitë. Shembullimi I tretë është roaming. Në 2023 këtu në Tiranë ne arritëm një marrëveshje me shumë të rëndësishme me operatorët. Juve ju kujtohet kjo, vitin që do të vi, ne do të heqim të gjitha tarifat e roamit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo është shumë e mirë për bizneset, është shumë e mirë për turizmin dhe veçanërisht është e mirë që t'i sjellim popujt tanë dhe njerëzit tanë së bashku. I dashur Edi, zoti kryeminist, mesazhi im I fundit është ky. Ndofta është rasti më I fortë për zgjerimin, nuk është çështja ekonomike apo çështja gjeopolitike, por janë njerëzit. Shqipëria do që e do Europën dhe një studim I kohës së fundit ka treguar që edhe në qoftë se do të bëhej një referendum sot, 90% të shqiptarëve do të votonin për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe përmes gjithë kontinentit, europianët e rinj të gjithë janë me ne dhe me ju dhe 2/3 e atyre që janë në moshë nga 15 deri në 40 vjet mbështesin zgjerimin. Dhe kjo është në fakt sinjali më I qartë I të gjithave. Gjenerata jone e re do të jetojë në një Europë, në një Bashkim Evropian të fortë, të sigurt dhe të bashkuar. Pra I dashur Edi, të uroj çdo sukses që ju të vazhdoni në rrugën tuaj për antarësimin në Bashkimin Evropian, edhe unë do t'ju mbështes në çdo hap në rrugën tuaj. Faleminderit shumë.
Exela Sheu, Euronews Albania. Pyetjen e parë kam për ju, zonja presidente. Për vite me radhë, Bashkimi Evropian ka thënë se dera është e hapur për Shqipërinë, por kjo derë nuk po hapet ende dhe shqiptarët janë lodhur duke dëgjuar vazhdimisht për procese, për kapituj, për negociata. Kur do të hapet kjo derë dhe çfarë ka mbetur ende për të bërë? Pyetja për ju, zoti kryeministër, është për të njëjtën çështje. Ju shpesh keni kritikuar Bashkimin Evropian për burokraci. Sot besoni që Bashkimi Evropian me gjithë burokraci do të mund të antarësojë Shqipërinë në 2030-ën? Faleminderit. So we always are saying, Ne të rightly so, that gjithë themi enlargement is a me të merit-based drejtë process. që pushi i zgjerimit është një proces që bazohet në meritat dhe këto merita që Shqipëria meriton janë të dukshme tani. Siç e thashte në fillim, është një proces normal i hapjes së grup kapitujve dhe të punojmë për reformat në mënyrë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Për mua, dua të them, është mjaft impresionuese të shikoj për shpejtimin, shpejtësinë që kemi kaluar në 2-3 vitet e fundit dhe jam gjithmonë e impresionuar me ju, zoti kryeministër, dhe me popullin shqiptar që më thonë po, ne duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të bëhemi antar, po e dim që këto reformat janë për ne në mënyrë që të forcojmë demokracinë dhe të forcojmë vendin tonë. Dhe prandaj kjo është e dukshme dhe e bërë këtu në Shqipëri sukseset e viteve të kaluara. Unë përmenda SEPA, përmenda roaming, por gjithashtu dhe planin e rritjes që është në fakt po funksionon mjaft mirë në Shqipëri. Do të kemi tani konferencën e investimeve. Të gjitha këto janë hapa pozitive përpara. Prandaj unë mund të them vetëm që jam e impresionuar thellë nga shpirti këtu që gjej, nga fryma që gjej këtu në Shqipëri dhe jam shumë të përqendruar në ambicien tuaj që deri në 2027 Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit